Pas rreshjeve të fundit të Doborës, sezona e skijimit ka filluar dhe ky është padyshim një lajm i mirë për dashamirët e dimrit në Tetov. Kodra e diellit është mbuluar nga Dobora dhe pistat kanë hapur dyert për skiatorët për të sjellë më shumë gjallëri dhe entuziazëm në zonë. Drejtori i qendrës së skijimit në Kodrën e Diellit, Gani Ali, ka dhënë detaje për gjendjen aktuale. Sot bëhet hapja zyrtarisht e sezonit të skijimit në Kodrën e Diellit. Këtë vit, edhe pse me vonesë na erdhi bora në qendrën e skijimit, sot është bërë hapja, do me thonë me ski ashensorët të gjithë janë në lëvizje për vetëm ceri pashines e cila është për momentin ka erra të forta, presim që moti të stabilizohet dhe edhe ajo të jetë në funksion. Ali për mbarvajtjen e sezonit tha se ka pasur vizitor që në ditën e parë të hapjes dhe se pret që fluksi të vazhdoj edhe në ditët në vijim. Nga ana tjetër, problemi kryesor vazhdon të mbetet parkingu për shkak të fluksit të madh të veturave. Ndërkohë, kryeministri Hristijan Mickoski ka deklaruar se qeveria është në bisedime me një investitor të fuqishëm, i cili pritet të investojë në zhvillimin dhe modernizimin e Kodrës së Diellit, duke ofruar shpresë për zgjedhje afatgjata të problemeve ekzistuese.